gjërat e bukura që ka Shqipëria, që më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë këto pak muaj që jam këtu në Shqipëri, që kemi qëndruar këtu në Shqipëri. Është dielli. Në çdo vend tjetër që un kam qenë më parë, që është Vjena, Anglia, përveç Spanjës, sepse aty nuk, domethënë aty ishte dielli. Këto dy vendet e tjera, Anglia dhe Vjena, se aty qëndruam dhe më gjatë, nuk kishte, ishin ditë me fat kur ti do shikoje diellin, edhe deljen dritare dhe shumica e rasteve ishte gri, duke qielli ishte bërë si një tavan gri, duke shumë poshtë njerë dhe një gjë gri. Nuk ishte horizont që të shikoje, nuk ishte diell, pra Shqipëria ka gjën më të bukur që ka diellin. Nuk ka negociata, ne edhe në dimër edhe ka shumë pak ditë me shi ose të vrejtura, shumica e ditëve janë në diell. Tjetër është ushqimi organik bio, jo ai supermarketeve, edhe i pazarit, sepse është një standard i gjithë, speca bëhet 2 metra, domatja bëhet më e madhe se kokaime, nga të gjitha ato shiringat gjërat që i bëjnë, por po flas për ushqimin bio që më ka mundësuar mami, sepse ka shumë pasion këto të kultivoj fruta perime dhe shumicën e rasteve kemi ngrënë ushqim bio pafund. Dhe për këtë jam mirënjohëse. Peshku i freskët që mund të konsumojmë, shumë leti vajza që e konsumojnë, edhe unë rrallë ndonjëherë sardele, por është peshku i freskët, është deti, që ti bashkë me ata ajrin, është ajri shumë cilësor, të paktën ne që e kemi mundësinë të jetojmë në vend bregdetar, në qytet bregdetar, është deti, është jodi, magnezi, të gjitha këto çfarë përmban uji detit, gjithë këto minerale. Çfarë tjetër ka të mirë Shqipëria, fakti që kur do një përqafim me kekë përqafon, shkoj përqafoj mamin, ose përqafoj vllajin, ose besën nipin e kështu me radhë. Pra kam dika afër përveç bashkëshortit dhe vajzës, sikurse isha në Vjenë që më merrte malli për një përqafim. Nuk kisha këtë përqafoja. Pavarësisht se këtu ndonjëherë dhe mërzitem dhe me këta që përmenda, po mbizotron dashuria më së shumti edhe energjia pozitive. Çfarë tjetër? Çfarë tjetër të mirë ka Shqipëria? Pamja, malet, fushat, domethënë terreni është kaq i bukur, fantastik, natyra është kaq e bukur, domethënë është magjike, është natyrë shumë e bukur, brenda një vendi kaq të vogël, një shteti kaq të vogël, ti gjen malin, gjen detin, fushat, lum, liqen, është mrekulli, natyra më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Çfarë tjetër? Edhe një gjë shumë e bukur në Shqipëri është fakti që pak, janë vërtet shumë pak, numërohen me kokra, por janë ata njerëz të cilët e kanë bajt dritën ndezur, pavarësisht se kanë jetuar gjithë jetën në një terren kaq të vështirë si Shqipëria, që janë gjykuar, janë kritikuar, si ka kuptuar askush, prap kanë ngel njerëz me zemër të pastër, e kanë bajt atë dritën të sytë e tyre të ndezur. Dhe kjo është gjë shumë e bukur, i dua shumë këta njerëz, edhe nuk i lejoj që të kaloj një veprim i mirë që ata bëjnë, nuk e lejoj që të kaloj kështu sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, sepse një njeri i tillë kur bën një veprim të mirë vlen 10 herë më shumë, 10 fish më shumë se sa dikush që e bën aty jashtë në një vend të Europës, sepse është i sfiduar shumë nga jeta. Zoti i ka dhënë shumë prova që shiko ti do urresh tani, do bësh një si turma, por nuk është bërë asnjëherë si turma. I dua shumë këta njerëz dhe gjithmonë i inkurajoj që të vazhdojnë të bëjnë të mira. Unë jam një nga ata. Çfarë tjetër gjëra pozitive? Për shembull kur isha në Vjenë më merrte malli të rria me një qenush, me një macoke, me një mace. E tani kam 2 macet e mia, kam qenusha, kemi marrë qenusha nga rruga, i kemi ushqyer, kështu jemi kujdes, i kemi vaksinuar. Do të thënë këtu ke kafsh sa të duash, kënaqesh me kafshët, kafshë shtëpiake, kënaqesh sa të duash. Ndërsa në vendet si Vjena, për shembull, fshehtas, kur ishte dikush me qenin, që e kishte me rrip, kështu e kishte nxjerrë shëtitje, kur nuk kishte mendje ai person fshehtas, më dosh ata le ta tëja qenin se të shikoni me inat, kush të lejonte, nuk të lejonin. Çfarë tjetër, domethënë, këto janë për momentin, mos tani. Edhe një element tjetër është fakti që mbushim ujë të freskët në burim, siç vjen nga mali. Në vendet e tjera se kisha menduar këtë gjë, në supermarket ujë gjithmonë nga plastika, ndërsa këtu shkojmë mbushim ujë te burimi. Po, këto janë, po dua të përmend edhe diçka tjetër. Për shembull, vendet e tjera janë shumë burokratike, ndërsa këtu ke lirinë, bën shumë gjëra, arrin shumë gjëra nëse do dhe nëse ke durim dhe nëse punon me mendje siç duhet.
mund të bësh shumë gjëra. Për shembull, në vendet e tjera, qoftë me terapitë e vajzës për zhvillim që kemi punuar shumë, me kopshtin për ta stabilizuar, të gjitha këto ishin vende, do ishe një numër më shumë brenda në turm dhe do prisje radhën tënde. Jo se këtu futesh parath, po nëse e ke mundësinë financiare që të bësh më shumë dhe të paguash në një kopsht privat shumë të mirë, këtu e bën, e ke mundësinë që ta bësh. Qoftë për terapinë, e bën sa orë të duash ti, si të duash ti, çfarë do lloj terapie. Pra, ke akoma fleksibilitetin dhe mundësinë për të bërë gjërat sipas hapit tënd. Ndërsa aty jashtë do presësh radhën kur të vi. Vend shumë burokratik. Këto janë gjërat pozitive në përgjithësi. Mund të ketë shumë të tjera. Nuk dua të them këto gjërat klishe si përfaqësore, jemi mikpritës, jemi ashtu, jemi kështu, jo, i kam parë të dy anët e monedhës. Në përgjithësi, mikpritjen dhe të mirat që bën shumica e njerëzve i bën për të dukur, që të duket mirë, nuk i bën se e ndijejnë, ata pak që i bëjnë se e ndijejnë, i përmenda dhe ata janë dashuri. Edhe i inkurajoj të vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë. Domethënë këto në përgjithësi mund të them për vendin tonë të dashur Shqipërinë, mund të ketë shumë elemente të tjerë, por që ndoshta i kam harruar dhe mund t'i ndani te komentet. Ja, shikoni sa pozitive janë, përmenda anët negative. Jo, si shina negative, anët që mua nuk më bëjnë të ndihem mirë, shikojeni atë video, mos e humbisni, por shikoni edhe këtë video, sepse shikoj sa pozitive që është. Shumë dashuri për të gjithë shqiptarët, o Zot hapi trut e shqiptarëve, hap zemrat e shqiptarëve sa më shpejt, dhe ky botë do jetë një vend më i bukur.